Gjermanin me Deli Baridemaj, deputet në parlamentin e Bavarisë. Zoti Baridemaj, mirë mbrëma nga Prishtina. Mirë mbrëma juve. Zoti Baridemaj, u thash se ishte historike që një kandidat për kancelar nuk arriti që të zgjedhet pra kancelar në votimin e parë, tek në të dytën. Apo vlerësohet kështu në Gjermani, apo shihet diçka si e çuditshme kjo? Po, ka qenë vërtet një befasi e parë deri tani në demokracinë gjermane dhe në politikën gjermane, pasi që zgjedhja e kancelarit Merz është kancelari i 10 me radhë në Republikën Federale të Gjermanisë dhe asnjëherë më para nuk ka ndodhur diçka e tillë që pasi që janë bërë marrëveshjet për formimin e koalicionit dhe për zgjedhjen e qeverisë respektivisht për votimin e kancelarit, që votimin nuk ka qenë i suksesshëm herën e parë. Kjo ishte një befasi jo vetëm për Gjermaninë dhe për demokracinë dhe politikën gjermane, ishte vërtet një befasi edhe në arenën ndërkombëtare. Pse ndodhi kjo, zoti Baridemaj? Pse herën e parë nuk u votua? Zakonisht në Kosovë, siç e keni parë më së fundmi, pra për të 11 herë provohet që të zgjedhet kryetari i vendit, por nuk po arrihet. Në pyetje ka si temen një ngërë që kauzat e ndryshme, kundërshtit mëdhaja, më pastaj gjithmonë përmenden pazaret e mundshme. Në rastin konkret, a patët atje pazare mandej që u dash të zgjidhet herën e dytë, apo çfarë ndodhi? Nuk besoj që ka pas pazare për zgjedhjen herën e dytë. Duhet kemi parasysh se politika gjermane funksionon paksa më ndryshe nga politika në Ballkan. Vërtet ishte befasi që kancelari Merz nuk u zgjedh herën e parë dhe për këtë arsye u desht me 2/3 e votave gjithë parlamentit të ndryshohet rregulloria e punës. Çka do të thotë për me mujt me votua njëjtën ditë, domethënë sot pas ditë herën e dytë, se përndryshe duhet të pritej 2 javë deri në votimin e dytë. Kjo tregonte domethënë prezencën e respektivisht sa e nevojshme ka qenë zgjedhja e kancelarit dhe pasi që edhe partitë të cilat nuk kanë qenë të involvuara në qeveri, respektivisht nuk janë partner të koalicionit, votuan për ndryshimin e domethënë rregullores së punës, tregon se ato e kanë dëshiruar që vendi mos të mbet pa kancelarin, respektivisht pa kryeministrin, dhe se mendohet se ndoshta edhe disa vota kanë qenë edhe prej tyre. Por nuk besoj që ndodhin pazare të tilla. Tani që zoti Merz pra erdhi në krye të qeverisë gjermane, si po pritet ardha e tij? Pra është një shpresë për Gjermaninë? Apo ka skeptik që shohin me dyshe këtë? Po sigurisht ka edhe skeptik, por mendoj se shumica e votuesve dhe e popullit e ka mirëprit zgjedhjen e kancelarit Merz. Shumica janë të mendimit se ai është njëri shumë i vendosur. Ai ka proklamuar se do të punojë që Gjermania të ndryshojë në aspektin politik. Ata kanë përmendur, domethënë slogani i tyre ka qenë që Gjermaninë ta kthejnë përsëri në gjendje të rregullt. Çka do të thotë se mendimi për momentin është se ka disa vite, posaçërisht me qeverinë e fundit, që gjërat nuk kanë ecë me së mirit në Gjermani dhe për këtë arsye do të thotë duhet të punohet në drejtim në shumë sfera të shoqërisë që Gjermania përsëri ta ketë vendin e vet si në vend, domethënë kombëtarisht në Gjermani, ashtu edhe ndërkombëtarisht në marrëdhëniet ndërkombëtare. A është zoti Merz njeriu kryesor pra për ta fuqizuar ekonominë gjermane? Në këtë krizë, sidomos që është tani. Zoti Merz mendoj se është vërtet një ekspert i lamisë ekonomisë, pasi që ai në vitin diku 2002 u tërheq për një kohë nga politika dhe është marrë në atë kohë vetëm me ekonominë ndërkombëtare, mendohet që është ekspert i lamisë ekonomisë, mendohet se është njeri
që do më thonë punon për qëllimin e vetë dhe ndjek qëllimin e vetë dhe për momentin mendohet se është njeriu vërtet i duhur, pasi që ekonomia në Gjermani pas luftës në Ukrainë, luftës në lindjen e mesme dhe koronës ka pësuar vërtet ramje, inflacioni ka arritje, ngritje, dhe më thonë, marramendse, standardi i qytetarit është përkesuar me të madhe dhe mendohet se duhet shumë shpejt një ndryshim që qytetarit të vrej se qeveria e re do të sjellë edhe ndryshimet e shumë pritura. Ndërkohë, zoti Baridema e kancelarin e ri të Gjermanisë e ka uruar presidentja Kosovës Vjosa Osmani përmes një shkrimi në rrjetin social X, ajo e uroi Mercin në emër të Kosovës. Osmani ndër të tjera ka shkruar se mezi pret të punojnë së bashku për ta çuar përpara rrugën e drejtë të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Zoti Baridema, në këndvështrimin tuaj, çfarë qasje do të ketë zoti Merc për Ballkanin dhe në rastin konkret për Kosovën? Po, sikur se e dim edhe deri me tani, Gjermania ka qenë çdo herë mik shumë i afërt i Kosovës, ka bashkëpunuar shumë afër me gjitha institucionet e Kosovës. Partia nga e cila vjen zoti Merc, partia CDU, ka qenë ajo që çdo herë e ka përkrah Kosovën në gjithë rrugtimin e shtetëndërtimit të saj. Është shumë e mirëseardhur edhe, do më thonë, urimi nga presidentja e Kosovës, zonja Osmani, qëndrimit të zotit Merc dhe të partisë të cilën ai e udhëheq, respektivisht të qeverisë të cilën do ta udhëheq tani, është interesi i përgjithshëm që Ballkani Perëndimor sa më shpejt që të jetë mundur, do më thonë, të afrohet në Unionin Evropian. Por ajo që mund të bëhet vetëm atëherë kur edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor do t'i kryejnë disa prej, do më thonë, detyrave, të cilat janë të parapara në hapa të ndryshëm që të bëhet parafrimi, por mendoj se gjithsesi interesi i Gjermanisë është të ruajë sigurinë e Evropës. Dhe ne kemi parë edhe në luftën e fundit, edhe në luftën që tani është aktuel, do më thonë, sulmi i Rusisë në Ukrainë, se me këtë është rrezikuar shumë Evropa dhe kjo ka ndikuar edhe më tepër që interesi i Gjermanisë dhe gjithë Evropës edhe në Ballkanin Perëndimor të jetë më i madh që mos rrezikohet edhe prej ndonjë vatër lufte tjetër. A duhet edhe Kosova që tjetë, ose që ta ketë kokën e kthyer ka Berlini dhe ka Merci? Gjithsesi, ne gjithë e dim se po mos të ishte, do më thonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, respektivisht në NATO e Shtetet e Perëndimit, edhe Kosova do të kishte pavarësinë shumë më të vështirë, mos të thamë të paarritshme. Kështu që ne nuk kemi partner tjerë përpos do të thotë Shtetet e Bashkuara dhe gjithsesi Gjermania, pasi që Evropa dhe fizikisht është shumë më afër prej Kosovës dhe është prej shteteve lidere, do të thonë, të Evropës dhe nuk duhet edhe ta anashkalojmë edhe numrin e madh të shqiptarëve nga Kosova të cilët jetojnë në Gjermani, i cili e ka diku shifrën prej 2 milionit. Kështu që është interesi i dy anshëm për bashkëpunim të tij, por gjithsesi në këtë rast interesi më i madh është për Kosovën. Zoti Baridema, ju falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt, për këtë informacion edhe për këtë analizë që keni bërë në kuadër të edicionit special. Faleminderit juaj dhe ju dëshiroj një natë të mirë. Natën e mirë. Ndërkohë, zhvillime dramatike në arenën ndërkombëtare, lajmi i fundit